pse i konsideron çështjet mjedisore më sfiduese për t'u raportuar? Çdo histori ka sfidat e veta, por do e konsiderohet çështjet mjedisore shumë më sfiduese. Çështjet mjedisore u lërasin, por impakti nuk është se duhesh të kesh vesh për ta dëgjuar. Që këtu mendoj që është sfida e parë, sa sensitiv është gazetari për të ndjekur këto çështje. Më pas, si dhe tash, është edhe kultura jonë e raportimit. Sa i përket çështjeve mjedisore, mendoj që nuk kemi një kulturë. Çështjet mjedisore janë nga ata çështje në gjykimin tim që nëse ti nuk i ndjek, janë aty të heshtura dhe pasohet ndiqen, më thonë. Themi në mes të Tiranës, po të shohësh të gjithë planet vendore ose planet administrative ose planet që për planifikimin e territorit kanë të përcaktuar. Për çdo projekt të që miratohet për leje ndërtimi, kanë të miratuar bërjen e mini parqeve të rigjinbërimit. Pra, projekte që miratohen kanë një sipërfaqe rigjinbërimi aty. Dhe ne jemi koshient të tërë që vetëm sipërfaqe rigjinbërimi nuk kanë në Tiranë. Në bllogjet e tëra të pallateve ne kemi vetëm beton. Ndonjëherë, duke qenë që ky është kriter ligjor, ndoshta mjafton vetëm kaq që një prokuror me kurajo mund të vrej një paditje për të nxjerrë pastaj gjithë zinxhirin e keq menaxhimit të territorit në Republikën e Shqipërisë.